Raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian, Riho Teras, ka reaguar pas mbështetjes që presidenti serb Aleksandar Vučić mori nga lideri rus Vladimir Putin. Në një bisedë të fundit mes dy liderëve, Putin e garantoi mbështetje për autoritetet serbe, ndërkohë që këto të fundit po përballen në protesta anti-qeveritare në vend. Teras ka theksuar se ndërhyrja e Rusisë në Ballkan nuk është diçka e re, duke kritikuar ashpër presidentin Vučić për orientimin e politikave të Serbisë drejt një të ardhmeje në ndikimin e Moskës. Ai ka shprehur shqetësimin se Vučić po i shikon zhvillimet e ardhshme të Serbisë përmes prizmit të diktatit të Putinit. Modelet e ndërhyrjes së Rusisë nuk janë asgjë e re dhe presidenti Vučić nuk lë asnjë dyshim. Ai është e të ardhmen e Serbisë nën diktatin e Putinit, ka thënë Teras, duke i bërë thirrje autoriteteve europiane që të veprojnë për të ruajtur integritetin dhe pavarësinë e rajonit. Bashkimi Evropian ka reaguar gjithashtu pas veprimeve të fundit të Serbisë në Këshillin e Evropës, duke i konsideruar ato si shkelje të qarta të marrëveshjes së Ohrit. Serbia ka penguar ftesën e Kosovës për të marrë statusin e kandidatit special në Komitetin Politik të Asamblesë së Këshillit të Evropës, një zhvillim që sipas BE-s shkel marrëveshjen e normalizimit të raporteve mes dy vendeve, ka thënë një zëdhënës i Bashkimit Evropian.